Api qelëm letrat. Oran, hajde i qelim letrat. Kosova është në krizë, Po shumë e vërtet është në krizë. krizën po e përjetojmë çdo ditë. Përjetojmë çdo ditë që e kriza Oran, krizë për llogut, që aty ku qeveris ti, edhe LDK-ja, që aty ku ti menaxhon në ndërmarrjen pastrimi, që 5 vjet që e ke lënë për llogun. Oran Ismaili, sa herë që ti fol për jetën e qytetarëve, për krizën, për dëmet që ka i bën qeveria në jetën e qytetarëve, unë duhet më ta kallëzuj ç'të. Këshore, është krize për llogut e po pritni na ju besu që ju keni me zgjidhja e krizë tjetra, po pritni na me besu që ju e keni për një me zgjidhjen e krizës e tjetës qytetarëve që e keni lënë për llogun Oran. Del zgjidhni për llogun, mas ne folni për kriza tjera. Po ju s'jeni të vërtet. Ju nuk e keni për një me. Ju jeni të këshyrë me rrit pak pushtetin e juj që në fund me i shku në koalicion Kurtit, s'jeni ju për me zgjidh kriza. Për ndryshe me paskon ju e kështë zgjidh qeshit kriz, që tu na mblu për llogu.